Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech, hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të folur për ju për rubrika të ndryshme si lajmet e javës, pak histori, personazhet e njohur, do të kemi të ftuar special si dhe kuriozitete teknologjike. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Inteligjenca artificiale po integrohet gjithnjë më shumë në arsimin global. Kompani si OpenAI dhe Google po lançojnë mjete të reja për nxënës dhe mësues. Këto platforma ndihmojnë në shpjegimin e mësimeve, krijimin e materialeve dhe personalizimin e të nxënit. Gjithnjë më shumë shkolla po testojnë përdorimin e AI në klasa, duke e kthyer teknologjinë në një ndihmë së drejtë në procesin mësimor. Telefonët inteligjent po fokusohen tek inteligjenca artificiale dhe jo vetëm në kamera. Marka si Samsung dhe Apple po investojnë më shumë në funksione inteligjente, pra si përkthim në kohën reale dhe asistenca personale. Fokusi po zhvendoset nga përmirësimet fizike drejt software-i, duke i bërë telefonët më të zgjuar dhe më të dobishëm në jetën e përditshme. Rritje e investimeve në robotik dhe në automatizim. Robotët po përdoren gjithnjë më shumë në bujqësi, në industri dhe në mjekësi, duke ndihmuar në rritjen e efikasitetit dhe uljen e kostove. Kjo rritje po hap edhe shumë mundësi për të rinj që duan të studiojnë dhe të punojnë në fusha si inxhinieria dhe teknologjia. Siguria kibernetike mbetet një nga shqetësimet kryesore. Këtë javë është diskutuar më shumë për rritjen e sulmeve kibernetike ndaj kompanive dhe institucioneve. Ekspertët theksojnë nevojën për më shumë profesionistë në këtë fushë. Pra me rritjen e përdorimit të teknologjisë, mbrojtja e të dhënave personale dhe sistemeve digjitale po bëhet gjithnjë më kritike. Rrjetet sociale po testojnë funksione të reja për të rinjt. Platforma si TikTok dhe Instagram po shtojnë mjete për kontroll më të madh të kohës së përdorimit. Këto ndryshime synojnë të krijojnë një eksperiencë më të sigurt dhe më të shëndetshme, sidomos për përdoruesit e rinj. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me të ftuar shumë special. Na ndiqni. Sot do ndalemi në një histori suksesi që vjen nga Korça, një qytet që po dëshmon gjithnjë më shumë potencialin e të rinjve tanë në teknologji. Në konkursin kombëtar robotik mes 27 grupeve nga gjithë Shqipëria, nxënësit nga Gjimnazi Raqi Qirinxhi dhe Themistokli Gërmeni arritën që të dallohen dhe të shpallen finalist duke fituar dhe çmimin Seed Planting Innovation Award me projektin e tyre AgBot, një zgjidhje inovative në fushën e bujqësisë. Sot në studio do të kemi disa nga nxënësit pjesëmarrës në këtë projekt për të na treguar më shumë rreth eksperiencës së tyre dhe konkretisht jemi me Olta Muharrem. Përshëndetje Olta dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Pa humbur kohë, ne duam të pyesim si lindi ideja për projektin AgBot. Ishte era e dytë për mua në robotik dhe këtë radhë, ndryshe nga viti i kaluar, dy fusha të cilat ne mund të mbulonim me robotët tanë ishte ose turizmi ose bujqësia. Dhe ne donim të bënim diçka që vërtet ishte e nevojshme dhe vërtet zgjidhte një problem real, prandaj fokusuam te bujqësia. Si ndat ju rolet brenda grupit? Tani ne ishim 8 persona në grup, edhe secili kishte pjesën e vet. Kishim 3 persona në programim, 2 persona te pjesa e hardware-it, 2 persona në dizajn edhe një në prezantim që u mor. Që secili të bënte punën e vet. Cili ishte roli yt? Unë kisha pak në dizajni edhe te prezantimi. Edhe marketingu patjetër. Si ishte bashkëpunimi mes dy shkollave? Ne në fakt nuk njiheshim me njëri tjetrin, sepse ideja që ishte pranuar nga aplikimet ishte ideja ime, por pastaj bëm bashkimin e grupit që ta përfaqësonim Korçën të dyja gjimnazet. Dhe nuk prisja që të bashkëpunonin aq mirë sa bashkëpunuam, por që ja dolëm. Ja dolët me sukses. Sa kohë ju desh që të punonit për zhvillimin e këtij projekti? Ne kemi punuar që prej fundit të janarit që kanë filluar trajnimet, në prill kishim pastaj gjysmë finale dhe pastaj kemi punuar 2 javë të tjera derisa bëm edhe finalen. Si ishte faza e trajnimit për ndërtimin e robotit? Ne kemi bërë trajnime një herë në 2 javë, edhe ka qenë trajnime intensive sepse kemi punuar 5 orë rresht, domethënë 2 ditë 5 orë rresht, duke mësuar edhe duke provuar, por besoj se ja vleti edhe pse ka pasur pak lodhje. Ti përmendë në fakt që për ty ky ishte edicioni i dytë në të cilin merrje pjesë, po para kësaj ke patur eksperiencë në robotik në fushën e tillë?
Unë para se të merja pjesë në robotik, nuk e dija se kisha haberin që ishte programimi apo robotika, po ama pjesëmarrja vitin e kaluar që ishte edicioni i dytë i robotikut, më ndihmoi goxha që të fitoja pak experience, edhe këtë vit isha më e përgatitur, le të themi. Pra mund të marrin pjesë dhe ata që ndoshta nuk kanë qenë aq të aftë në fushën e programimit, mund të shkojnë për të mësuar. Po, patjetër, sepse përveç se mund të mësosh, ti nuk është e thënë të merresh vetëm me programimin apo me ardhmërin, mund të merresh me prezantimin, me dizajnin, edhe nuk e di, edhe nëse ndjesh se nuk ke një aftësi në një fushë specifike, mund ta zbulosh që vërtet e ke. Çfarë mësuat konkretisht gjatë këtij trajnimi? Gjatë trajnimeve jemi marrë më shumë me programimin dhe hardware-in që kemi mësuar, domethënë që nga bërja e kodeve për lëvizjen e motorëve apo lëvizjen e mekanizmave, edhe deri te vetë lidhja e pjesëve. Cilat ishin vështirësitë kryesore që ju hasët gjatë krijimit të këtij roboti? Vështirësia kryesore për ne është kemi ndryshuar shumë herë rrotat edhe motorët, se s'po gjenim anën që roboti të lëvizte ashtu siç duhet me rrotat, edhe jemi marrë të paktën 3 javë në mos gaboj vetëm me rrotat. Dhe duke u ndalur këtu, ka pasur diçka që duhet ta nisni gjithmonë nga fillimi sepse nuk funksionoi siç duhej? Ishte pikërisht kjo pjesa e motorëve, sepse sapo i vendosnim, e provonim, nuk funksiononte, duhet ta bënim të gjithën nga fillimi. Çfarë aftësish të reja fituat ju nga ky projekt? Kam përshtimin që flas në emër të gjithë grupit kur them që përveç aftësive robotike, të programimit apo dhe të prezantimit, kam përshtimin që të gjithë kemi fituar ato aftësitë sociale që të gjithëve ju duhen jetë, sepse edhe te gjysmëfinalja, ajo çfarë edhe mentorët na thoshin gjithkohë ishte bëni network, pra socializohuni me njerëz nga qytetet e tjera. Si funksionon Agobot dhe çfarë problemi zgjidh ai konkretisht? Tani, problemin që ne kemi kapur është problemi me mbjelljen e farave në bujqësi, pra sepse mungon fushia punëtore, mbjellja nga njeriu nuk është precize dhe mbjellja nga makineritë kërkon shumë kosto edhe dëmton strukturën e tokës. Prandaj Agbot përveç se mbjell farat, i mbjell ato në mënyrë precize me anë të një mekanizmi që kemi ndërtuar, por edhe me anë të peshës së lehtë që ai ka, duke qenë se është një robot i vogël, nuk e dëmton strukturën e tokës. Shumë interesante në fakt, se si po evolon çdo teknologji dhe po kthehet në ndihmës për njerëzit. Nga ana tjetër, si menduat ju për pjesën e prezantimit dhe të marketingut të projektit tuaj, duke qenë se një pjesë shumë të madhe e mbanin dhe votat e publikut? Po. Tani, për pjesën e prezantimit, që në gjysmëfinale ne kemi bërë një trajtim për aftësitë e prezantimit dhe të folurin e publik që kanë ndihmuar, por gjithmonë për ta marrë vëmendjen në një prezantim duhet bërë diçka interesante në fillim, edhe në gjysmëfinale dhe në finale kemi bërë nga një skeç, ku në gjysmëfinale ka qenë një skeç me një vajzë që blinte kërnacka, por ndërkohë s'kishte rigona i kërnackave, sepse nuk mund të mbjellte farat, ndërsa në finale kemi pasur Endri dhe Stefin, që vesha ditë shumë si Endri dhe Stefi, ndërsa për marketingun e kemi nisur pak vonë, drejt me them, po ama na ka ecur goxha, sepse shifnim trende në TikTok edhe ato bëja unë çuna që ti bënin me zor. Edhe na kanë ecur sepse kanë marrë edhe goxha shikime, rreth 130k në mos gaboj. Unë kam qenë shumë për këtyre shikimeve. Faqja tuaj e Instagramit është bërë faqja ime e preferuar në internet. Shkoj çdo ditë e hap përsëri në shpresë të kenë postuar ndonjë video të re. Është vërtet fantastike. Shumë interesante. Unë nuk e kam parë, me thënë drejtën, po do ta shikoj pas mbarimit të emisionit. Shoh që në çdo video të tyre gati është një koment i imi. Do i shikoj. Pas një të mbaroj. Si u përgatitët ju për të folur përpara jurisë? Isha unë ajo, vetëm që fola para juris, edhe ne bëm një trajnim për prezantimin, që na ndihmoi edhe si ta strukturonim slajdet në PowerPoint, po edhe si të flisnim, lëvizjet e duarve, gjua e trupit që janë shumë të rëndësishme. Edhe këto janë ushtrimet që janë me fytyrën, me muskujt e fytyrës për të qenë sa më i qetë. Por gjithsesi unë e di që kur ul aty po më dridheshin këmbët. Po pasi po i thea vetes. Po, sepse emocionet bëjnë të veten. Po, dhe të përgëzoj se oratorinë e ke shumë të mirë. Shumë faleminderit. Si u ndjet në momentin kur morët vesh që ju ishit finalist? Unë kisha pritshmëri, drejt me thënë. Po, ama kur na thirrën emrat të parët, ishte një super emocion.
edhe unë ngritëm aty, gjithë po brorisnin dhe unë ndjem vërtet shumë krenar për veten. Besoj dhe një çlirim total nga gjitha i presioni që mund të kishit. Si u përgatitët për fazën finale? Për fazën finale, ne ishim pa mentor, fatkeqësisht, sepse mentorët ishin në Tiranë dhe nuk mund të vinin prapë këtej te ne. Pa ma kishim mjetet edhe roboti me vete dhe nëse na duhet diçka patjetër që mund të telefononim ata. Por që jemi mbledhur gati për ditë, për 2 avresh që kemi punuar, që kemi bërë edhe videot e marketingut. Edhe besoj se ja dolëm derisa e dërguam robotin në Tiranë. Çfarë ndryshoi në projektin tuaj që nga faza e parë deri në finale? Di të them që ndryshoi shumë, sepse në fillim ishte thjesht një koncept shumë i thjeshtë që unë kisha aplikuar dhe nuk e përfituroj dot që do arrinte aty ku arriti, sepse përveç pjesës së mekanizmit të fareve, ne shtuam edhe për shembull matjen e pH-it, lagështisë së tokës dhe temperaturës, që të ishte sa më funksionale dhe të kishte zbatueshmëri praktike roboti. Si ishte atmosfera gjatë finales? Si përmendë pak që ishte çlirim dhe kështu, po pak më shumë detaje dhe emocione. Ama në momentin që ishim në finale, domethënë ne jemi nisur që në 5 të mëngjesit, kemi bërë 4 rrugë dhe përveç se ishim të lodhur, po na mbysnin edhe emocione sepse kemi shkuar dhe ka qenë shumë kaos. Shikonim gjithë grupet ku do punonin, si do punonin, po gjenim as tavolinën tonë, edhe ishim në një stres edhe një presion shumë të madh, se nuk po gjenim as mjetet më bazike. Ishim si miza pa kokë, literalisht. Por ama, pasi e bëm prezantimin, ishim të lehtësuar të gjithë, se tham, më në fund e bëm. Mbaruat punën tani në dorë të jurisë. Dhe unë në fakt atë ditë që në mëngjes që kur u zgjova dhe pas shkollës, që isha gjithkohës në Instagram që po kontrolloja të gjitha storyt, ishin storyt e grupit që kishin hipur në urban po ne. Më pas në të gjitha llogaritë e Robotekut që po prisja për çmimin që ata do kishin marrë. Andjet presion duke qenë mes më të mirëve. Po, normale, sepse ne përveç, domethënë, ne nga 27 grupe u zgjodhëm 12 në finale dhe realisht të zgjidhesh mes 27 grupeve është diçka vërtet e madhe dhe e suksesshme. Por ama duke qenë se kishte grupe nga Shkodra, nga Elbasani, ishim ne, ishte Fieri, ishte shumë gjinaze të Tiranës, dhe normal që ndjenim atë presionin që a do dalim mirë apo nuk do dalim mirë, apo do jenë këta më të suksesshëm se ne. Domethënë vazhdonim të krahasonim vetes, por pastaj në një pikë e kupton që nuk ja vlen të krahasosh veten. Domethënë mjafton thjesht ta bësh. A kishte ndonjë moment në finale që do e mbani mend? Unë do mbaj mend sepse unë mendoja se në finale do prezantoja me PowerPoint. Dhe kishim bërë edhe një serenat, po ja kishim dedikuar robotit që kishim kënduar vetë. Edhe unë marrë vesh, domethënë para se të më vinte radha e prezantimit, 5 minuta para marrë vesh se kishte PowerPoint. Dhe shka aty dhe pyet, prit, nuk ka PowerPoint? Dhe më thanë, jo, nuk ka PowerPoint. Dhe unë që isha, nuk e di, është një meme që është atë qaj 5 minuta. Unë e bra aty qaj 2 minuta, qaj 2 minuta, pas edhe është lere, do improvizojmë. Edhe do më thënë fakti që nga kjo u rimë këmbëm dhe improvizuam dhe dole mirë, ishte shumë moment krenarie, që nuk do harroj. Çfarë do thotë për ju çmimi që ju morët dhe si u ndjet në atë moment që e fituat? Çmimi që ne morëm, pavarësisht se, domethënë nuk ishte çmimi i parë, i dytë apo i tretë, siç morën 3 grupet e tjera. Përsëri ishte shumë e rëndësishme për ne, sepse edhe vetë arritja jo në finale ishte shumë e rëndësishme për ne. A do ta zhvillonim më tej këtë projekt? Ne në fakt kemi plan që të bëjmë një grup informal dhe në AKR të aplikojmë për ta bërë robotin ton një biznes të vërtet. Nuk e di sa do na pranohet, po do shohim. Ne shpresojmë që t'ju pranohet sepse është vërtet një ndihmë e madhe dhe një ide shumë e bukur. A e sheh veten në të ardhmen tënde në fushën e teknologjisë? Po, unë e shoh, domethënë pavarësisht se më pëlqen edhe pjesa e artit, të letërsisë, mendoj që edhe teknologjia është e ardhmja dhe në momentin që ti e ke aftësinë për teknologji, pse mos e zgjedhësh? Në fakt, nëse e ke aftësinë për teknologji, e ke shumë të thjeshtë që ta implementosh edhe artin në ta. Kështu që për ty besoj se është zgjedhja perfekte që ti kesh të dyja së bashku. Dhe për ta përmbyllur, çfarë do t'i thuash të gjithë të rinjve që na ndjekin dhe që duan të merren me robotik dhe duan edhe me inovacion? Unë do ju sugjeroja që mos nguteshin, domethënë shumë herë gjëra duken shumë më të vështira kur shikon nga një sy i tretë, po ama kur vërtet i provon dhe i tenton, kupton që nuk është gjithçka aq e vështirë sa të duket. Shumë faleminderit që ishe me ne sot. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me 2 të ftuar të tjerë. Na ndiqni.
Miq, jemi rikthyer në studio për të folur sërish për finalen e Robotek dhe këtë radhë jemi me 2 të ftuar të tjerë, të cilët po i lë hapësirën që të prezantohen vetë. Përshëndetje Djema. Përshëndetje, unë jam Rubin Shabandari, nxënës e gjimnazit Raçi Qirinxhi. Përshëndetje, unë jam Eri Zollari dhe jam pjesë e gjimnazit e Mesakli Kërmeni. Fillimisht Djema, më tregoni pak cili ishte roli juaj në projektin tuaj? Roli im ishte programimi i robotit dhe lidhja e komponenteve që të bëjnë të mundur që roboti të kishte një funksionalitet. Gjithashtu dhe roli im ishte i njëjtë, isha pjesë e programimit, si dhe pjesë e krijimit të mekanizmit të robotit në përgjithësi. Konkretisht jemi me nxënësit nga 2 shkolla të ndryshme, kështu që si ishte bashkëpunimi mes 2 shkollave? Bashkëpunimi ishte shumë pozitiv, për shkak se duke ditur që ishim nga 2 shkolla të ndryshme, ne kishim pak problem në fillim sa u njohëm bashkë me njëri tjetrin, por në pas nuk ishte asnjë problemi, shkoi gjithçka shumë mirë, kishim bashkëpunim shumë pozitiv. Të gjithë bashkëpunuam në një mënyrë shumë harmonike me njëri tjetrin dhe bën të mundur që të sinkronizoheshim shumë mirë, edhe në programim edhe në lidhjen e robotit, të shasisë të motorëve që u bë. Sa kohë ju desh ju që të punonit për zhvillimin e robotit? Për zhvillimin e robotit ne na u desh që nga fundi i janarit dhe pastaj deri në shkurt, gjithë muajin shkurt dhe muajin mars, që bëmë të mundur ndërtimin e robotit. Filluam në fillim me programimin kodin e robotëve me lidhjen e sensorëve që kapnin vijën dhe pastaj i shtuam të gjitha elementet e tjerë. Po në fillim vëmë gjën kryesor lëvizjen e robotit. Normalisht që para ndërtimit të këtij projekti kishte dhe një fazë trajnimi. Si ishte kjo fazë? Ishte një fazë shumë intensive për shkak se nuk kishim shumë kohë për aq të konsolidojmë të gjitha idetë tona, por ishte një fazë që na ndihmoi shumë të krijojmë idenë kryesore, se të merrem njohuritë kryesore si në robotik ashtu edhe në programim, që më pas mund të krijojmë idenë tonë konkrete. Për sa i përket fazës së trajnimeve, mentorët gjithmonë ishin shumë të hapur me ne dhe gjithmonë na shpjegonin se si punonin pjesët që ne donim të përdornim dhe na tregonin që të fokusoheshim në gjërat kryesore, duke na bërë të mundur që ta tregonim idenë tonë në mënyrë sa më të mirë të ishte e mundur, me kushtet dhe me mjetet që kishit. A ishte hera juaj e parë që merreshit me programim dhe robotik? Për sa i përket programit dhe robotikës nuk ka qenë hera ime e parë, por për sa i përket hyrjes në Robotek po, ishte hera ime e parë dhe kam mësuar shumë më shumë se ç'kam bërë vetë kur e provoja si hobi, sepse kjo ishte pak më shumë serioze. Ndërsa për mua pjesa e programimit ishte e hasur, pra kisha hasur këtë pjesë më përpara, por pjesa e robotikës ishte gjithçka krejt e re dhe më ndihmoi shumë dhe pjesa e trajnimeve. Si ka filluar pasioni juaj për teknologjinë dhe si keni fituar këtë aftësi që ju keni? Pasioni për teknologjinë më ka filluar ku kam qenë i vogël, rreth klasës së 7 ose 8, kur profesorja ime e informatikës më kishte treguar një pajisje të vogël që quhej mikrobit, që bënte të mundur lidhjen e programeve, ishte pajisje e vogël elektronike. Dhe që aty pastaj mua më filloi pasioni sepse fillova të pëlqeja, më dukej si zot që komandoja robotet. Ndërsa për mua pjesa e programimit ishte, pra domethënë, isha marrë me pjesën e programimit dhe pjesa e robotikës ishte gjithçka krejt e re, siç thash, dhe hasa disa probleme në fillim, por ishte gjithçka në fund në rregull. Çfarë konkretisht mësuat ju nga ky trajnim që ndoqët? Ajo që ne mësuam nga ky trajnim është që ndërtimi i robotëve është më i thjeshtë se sa duket, sepse kishim dhe mentorë të afër që na ndihmonin dhe unë kuptova gjithashtu edhe lidhjen që bën në pajisje ndryshme, sepse më përpara merresha vetëm duke i programuar në mënyrë teorike, ndërsa aty i prekëm në realitet dhe bëm të mundur edhe lidhjen, duke mësuar edhe pak fizik gjatë kohës që punonim me këto element. Ndërsa për mua ishte bashkëpunimi në grup shumë i rëndësishëm, për shkak se ne mësuam shumë aftësi të reja në lidhje me bashkëpunimin në grup, si dhe me angazhimin e përgjithshëm, pra të gjithë individëve në grup. Cilat ishin vështirësitë kryesore që ju hasët gjatë ndërtimit të këtij roboti? Ishte kryesisht integrimi i pjesëve mekanike me pjesën e programimit, por që në fillim pra na duke shumë e vështirë, por në pas shumë testimeve të ndryshme që na bën me pjesë të ndryshme, arritëm që në fund fare të krijonim robotin tonë. Zakonisht këto pjesë duan rreth 2 deri në 3 herë prova në mënyrë që të funksionojnë, po na ka qelluar që gjithmonë ato kanë patur një lloj funksionaliteti të mirë dhe nuk ka qenë e vështirë. Pa patin të një moment ku roboti që po krijonit kishte ndonjë problem dhe si e rregulluat ju këtë?
Po, ka patur shumë raste kur roboti kishte patur probleme sidomos kishte në ecje, në lidhjen e motorëve, sepse problemi i motorëve është që ata duhet të kishin një lloj distante të caktuar nga njëri tjetri, rrota duhet të ishin në formë të tillë që të mund të ktheheshin që të ndiqnin vijën dhe kishte pak vështirësi në lidhjen e gjitha këtyre pjesëve. Ishte më shumë fizike sepse programimi ishte i thjeshtë. Po kërkonte pak durim për sa i përket lidhjes. Si funksionon konkretisht roboti juaj dhe çfarë problemi synon ai që të zgjidh? Roboti jon synon që të bëj hedhjen e farave në tokë në një mënyrë inteligjente. Ai funksionon në këtë mënyrë. Në fillim ka lidhjen e motorëve që bën të mundur që të ecë, ka një sensor ultrasonik që bën të mundur shmangjen e distancës, ka të lidhur kamerën dhe një website që bën të mundur që të shikohet se ku roboti po ecën, dhe gjithashtu ka edhe një mekanizëm që bën të mundur hedhjen e farave dhe matjen e karakteristikave të tokës, një informacion shtesë për përdoruesin. Pse vendosët që të fokusoheshit pikërisht te bujqësia? Për shkak se bujqësia është një problematikë shumë e madhe, sidomos në zonën e Korçës, por dhe më tej, sepse bujqësia është pra një fushë kryesore me të cilën shumë fermerë merren, dhe duke ditur që kostoja është shumë e madhe në përdorimin e traktorëve ose të makinerive të tjera, pjesa e robotit është ka më shumë kosto efektive. Si ishte momenti kur ju mësuat se do të ishit finalist? Ishte një moment shumë i gëzueshëm. Neve na qelloi edhe pak shumë e bukur sepse ne ishim në momenti që ishim ulur, po fliste prezantuesja kush do të shpalleshin finalist dhe neve tham, ndoshta mund të mos na dilte emri, ndoshta do na dilte emri pak më vonë, mund të ishim të 10 që do na thuaj emri. Ndërkohë që neve direkt na tha emri i parë, ne u çuditëm, u ngritëm direkt duar trokitën, zemra nuk pati kohë të rihte fort. Edhe ishte një moment shumë i bukur. Ishte besoj një moment i paharrueshëm për ju. Si u përgatitet për fazën finale? Atë për fazën finale ne u përgatitëm duke përmirësuar akoma më shumë robotin, duke shtuar akoma më shumë pjesë teknike, për shkak se në fazën gjysmë finale ishte thjesht pjesa e lëvizjes. Për fazën finale ne përgatitëm mekanizmin e hedhjes së farave që e konsolidoi pra projektin tonë. Si ishte atmosfera gjatë finales? Atmosfera ishte e vështirë, kishte konkurrent shumë të fortë, kishte shpike të cilat vërtet na lanë gojë hapur. Kishte shumë robotë të cilët sollën shumë inovacion të ri përveç nesh, dhe gjithashtu ishte edhe një robot tjetër që idhte fara, pra kishte pak a shumë të njëjtën ide si ne, dhe kështu që vërtet kishim një rivalitet edhe me ata. A ndjenit presion duke qenë se ishit mes më të mirëve, mes grupeve të zgjedhura më të forta? Kishte pak presion për shkak se ne ndodheshim midis më të mirëve, sepse ishin 12 grupet më të mira në Shqipëri, pritej nga të gjithë që të sillnin një lloj inovacioni dhe sigurisht që më të mirët do fitonin. A kishte ndonjë moment në finale të cilin ju nuk do ta harroni? Po, ishte momenti i prezantimit, për shkak se ne ishim përgatituar shumë për prezantimin, por në fund e kishim pak si me merrak, por që në fund fare çdo gjë shkoi në rregull. Siç e tha dhe Olta, ishte momenti kur zbuluat që nuk do ishte me PowerPoint dhe duhej me forcat në atë moment spontane. Si u ndjet kur u shpall fitues të çmimit dhe çfarë domethënie ka ky çmim për ju? Kjo ndodhi njësoj siç ndodhi në gjysmën finale. Neve ishim prap ulur dhe prap ulur si gjithmonë. Dhe ne dëgjuam kur na u tha çmimi, direkt çmimi i Seed Planting Award Agbot. Dhe nga që ne të gjithë e kishim mendjen apo si shkoi prezantimi si bëj, nuk e dëgjuam fare, ndetëm në 1 minutë deri 2 minuta kur u çuam pasaj që ishim përsëri të parët. Kur tham pasaj që ore shikoni se keni marrë çmimin. A planifikoni që këtë projekt ta zhvilloni edhe më tej më vonë? Po, ne planifikojmë që ta zhvillojmë edhe më tej, ka shumë gjëra për të zhvilluar. Ne vedohem që të zhvillojmë sidomos edhe rastin e terrenit, sepse dihet që edhe në toka do të ketë shumë pengesa që do të hasen, ne duam që përdoruesi të mos vras mendje, domethënë se si ti shmang këto pengesa, por roboti ti shmang ato automatikisht dhe të përballet me terrenin në një mënyrë të mirë. Duke ditur që ne kemi realizuar një projekt, besoj se do të ishte shumë e thjeshtë ta realizojmë sërish, por në një mënyrë më të përmirësuar akoma. A e shihni veten në të ardhmen pjesë e fushës së teknologjisë, ndoshta si profesionin tuaj?
Po, e shikoj veten si pjesë të teknologjisë, sepse është një fushë shumë e re dhe e bukur e cila të bën të mundur që ti të shpalosësh talentet e tua dhe të ndërtosh çfarë të duash. Dhe të gjitha pajisjet teknologjike po avancojnë deri aty sa mund të ta bëjnë shumë më herë të mundur të bësh atë që ti ke në mendje. Po për ty Erki? Për mua gjithashtu teknologjia është një sektor shumë në zhvillim dhe është pra një mënyrë shumë e mirë pra për të zhvilluar një karrierë dhe një arsim sa më të mirë. Çfarë do të thoshit të rinjve që duan të merren me teknologji, me robotik, me inovacion? Për sa i përket këtyre të rinjve do të thosha që mos të nguronin, gjithmonë gati sa ta gjejnë mundësinë ta prekin këtë robotik, sepse gjithmonë do të ketë persona që do ta kenë pasion atë, dhe ata duhet të jenë gjithmonë të parë dhe sa më të shpejt në mënyrë që ta marrin këtë profesion, sepse shpejtësia ka shumë rëndësi. Fillimisht pak i vështirë, por më pas me forca mund të arrijmë shumë gjëra të reja. Ju falenderoj shumë të dyve dhe ju uroj shumë suksese si në zhvillimin e këtij projekti, ashtu edhe në projekte të tjera në të cilat ju do të merrni pjesë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Miq, ne do të shkëputemi për disa spote publicitare dhe do të rikthehemi në studio me rubrikën e radhës. Mos u largoni. Pasi kemi folur për të tashmen, është koha që të kthehemi prapë në të shkuarën. Dhe pikërisht sot do të flasim për mënyrën se si njerëzit dëgjojnë muzikë, që sot është bërë pothuajse në çdo cep ku jemi, në çdo dyqan ku hym, ose qoftë edhe në shtëpi apo ambiente pune, ka muzikë. Është pjesë e pandashme e jetës tonë. Po, por si ka evoluar dëgjimi i muzikës, sepse nuk kanë qenë kaq të evoluara dhe pajisjet. Mënyra se si njerëzit kanë dëgjuar muzikë ka ndryshuar në mënyrë drastike gjatë historisë, duke reflektuar jo vetëm zhvillimin e teknologjisë, por edhe ndryshimin e vetë mënyrës së jetesës dhe kulturës njerëzore. Muzika, si një nga format më të vjetra të shprehjes artistike, ka qenë gjithmonë e pranishme, por mënyra se si ajo është konsumuar ka kaluar në forma personale dhe fizike, nga një eksperiencë pra digjitale të menjëhershme. Në fillimet e saj, muzika në fakt dëgjohej vetëm live. Në kohët e lashta dhe deri në shekuj më vonë, njerëzit nuk kishin asnjë mënyrë për të regjistruar tingujt. Dhe në fakt kjo është pak e çuditshme, hipokrizi ta mendosh që në ditët e sotme konsiderohet speciale nëse dëgjon muzikë live, ndërkohë që ai ishte standardi më parë. Kjo do të thotë se muzika ekzistonte vetëm në momentin kur interpretohej. Koncertet, ceremonit, festivalet dhe ngjarjet shoqërore ishin të vetmet raste ku njerëzit mund të dëgjonin muzikë. Çdo interpretim ishte unik dhe nuk mund të përsëritej saktësisht një lloj. Kjo e bënte muzikën një eksperiencë shumë të rrallë dhe shumë më të vlefshme gjithashtu. Po, madje mbaj mend që edhe këto familjet aristokrate në vitet e mëparshme punësonin këngëtar që të këndonin live, siç quhet tashmë, dhe nuk e kishin të gjithë mundësinë që të dëgjonin muzikë. Domethënë e kishin vetëm familjet e pasura që mund të arrinin ta merrnin. Kurse tani muzika live është bërë siç e the dhe ti diçka që njerëzit e duan që të vënë ta shikojnë dhe nuk është se po e gjejnë shumë. Shihet si diçka e veçantë. Po. Pas kësaj, me kalimin e kohës, pra dhe zhvillimin e teknologjisë, në fund të shekullit të 19, gjithçka ndryshoi me shpikjen e fonografit nga Thomas Edison. Për herë të parë në histori, njerëzit mund të regjistronin dhe të riprodhonin zërin dhe muzikën. Kjo ishte një revolucion i madh, sepse muzika nuk ishte pra vetëm momentale, por dhe mund të ruhej dhe të dëgjohej përsëri. Regjistrimet e para ishin 2 pllaka dylli dhe më pas diskë gramafoni, të cilat u bën shumë të njohura në fillim të shekullit të 20. Por, pas kësaj periudhe, radioja solli një tjetër revolucion. Me përhapjen e saj në vitet 1920-1930, njerëzit tashmë nuk kishin më nevojë që të blinin një disk për të dëgjuar muzikë. Ata thjesht ndisnin radio në shtëpi dhe dëgjonin muzikën që transmetohej drejt për drejt. Kjo e bëri muzikën shumë më të aksesueshme dhe për herë të parë ajo u bë një eksperiencë kolektive në shkallë më të gjerë, pra ndryshe nga ajo që theti vetëm për familjet e pasura që mund të punësonin këngëtar. Dëgjohej nga më shumë njerëz dhe në të njëjtën pothuajse në të njëjtën kohë, por në vende të ndryshme. Familjet mblidheshin rreth radios dhe dëgjonin të njëjtat këngë në të njëjtën kohë. Po, pikërisht kjo që tham që domethënë nuk kishte rëndësi vendi ku ishe, mjafton që të kishe radion dhe dëgjoje muzikën.
Më pas erdhi epoka e kasetave magnetike në vitet 1970-1980. Kjo ishte një periudhë shumë e rëndësishme sepse njerëzit jo vetëm që mund të dëgjonin muzikë, por dhe mund të regjistronin vetë. Kasetat i lejonin njerëzit të krijonin pra ato playlistat që ne i quajmë sot, e tyre personale duke zgjedhur këngët e preferuara. Pajisjet si Walkman e Sony e bën të mundur që muzika të dëgjojë kudo, jo vetëm në shtëpi, por pra për herë të parë muzika u bë portative. Pra ti thjesht merrje diskun me vete me këngët që ti kishe dëshirë të dëgjoje dhe mund ta dëgjoje kudo ku vje. Dhe ne mbajmë mend që un kam arritur dhe kasetat që dëgjonin dhe i vinin në radio, ato me film që duhet i ktheje. Duhet të mblidhje filmin për të dëgjuar përsëri. Dhe diskje që kemi bler diskje, bosh dhe i kemi mbushur më pas me këngë dhe i dëgjonim në aparate të ndryshme për të patur muzikë sepse nuk ishte YouTube-i. Më pas në fillimin e viteve 1900 dhe në vitet 2000, CD-t ose compact disc, si quhen, zëvendësuan kasetat. Ato ofronin cilësi më të lartë tingulli dhe ishin më të qëndrueshme. Njerëzit filluan të blinin albume të plota dhe industria muzikore u forcua shumë gjatë kësaj periudhe. CD playerat u bën pjesë e çdo shtëpie dhe makinave, duke e bërë kështu muzikën më të pastër dhe më profesionale në dëgjim. Po, ishin me kualitet më të mirë dhe madje unë mbaj mend që kam pasur edhe një kaq aparat të vogël. Po. Sa formaj diskun, që thjesht vije vetëm diskun, ajo funksiononte vetëm me disk. Më duket se mund ta kthej edhe në radio, në mos gaboj, po ishte vetëm posaçërisht për diskje për të dëgjuar këngë. Domethënë si tip MP3, por thjesht duhet edhe disku brenda dhe duhet të kishte edhe kufje që ta dëgjoje. Mund ta dëgjoj edhe pa kufje, po me kufje nxirtë si më të pastër në zëri. Dhe MP3 mbaj mend që kam pasur një të vockël kaq. Okej, këtu i kam arritur dhe unë. Po se nuk janë aq të lashta. Por që e vërtet ka ndryshuar shumë. Tani e ke edhe në telefon me një klik larg. Dhe pikërisht ndryshimi i madh erdhi me internetin, me zhvillimin e platformave digjitale dhe më vonë pra me shërbimet streaming si Spotify dhe YouTube. Pra mënyra se si njerëzit dëgjojnë muzikë ndryshoi plotësisht. Nuk ishte më nevojë për diskje, kaseta apo CD player. Muzika u bë menjëhershme dhe aksesueshme në çdo moment nga çdo pajisje. Dhe sot në fakt njerëzit mund të dëgjojnë me miliona këngë të ndryshme vetëm me një klikim. Algoritmet sugjerojnë muzikë sipas shijeve personale, ndërsa inteligjenca artificiale ndihmon në krijimin e playlisteve të personalizuara. Muzika nuk është vetëm diçka që e zgjedh vetë, por diçka që më tepër edhe teknologjia vetë ta propozon tashmë. Po, sepse është e vërtet, po me zhvillimin e rrjeteve sociale dhe kështu, ti për shembull nga që të shikon shijet e tua muzikore, të sugjeron edhe këngë të cilat ti nuk e di që ekzistonin edhe je diku këtu, por që në kërka e bukur kjo dalta vetë ta dëgjoj një herë të plot. Po, për shembull në Spotify, nëse ti zgjedh të dëgjosh një këngë që e ke zgjedhur vetë, këngët e tjera më pas që të vinë të sugjeruara janë zakonisht të njëjtit zhanër, ndoshta të njëjtit këngëtar, të njëjtit album, që ty ta plotsojnë dhe më tepër atë botën tënde të njohurive muzikore të këngëve që ti mund t'i shtosh në ndonjë playlist të ri që e krijon. Dhe kështu zbulon edhe disa shije që nuk mendoje se i kishe. Gjithashtu, pajisjet si kufjet wireless dhe smart speaker kanë ndryshuar mënyrën e përjetimit të muzikës. Tani muzika është gjithmonë me ne, gjatë ecjes, punës, sportit apo udhëtimeve. Ajo është bërë pjesë e pandashme e jetës së përditshme. Por në përfundim, evolucioni i mënyrës të dëgjimit të muzikës tregon qartë se si teknologjia ka transformuar jo vetëm jetët, por gjithashtu edhe njerëzit dhe se si ata mund që të lidhen në një mënyrë më të thellë, shpirtërore, emocionale me artin. Nga koncertet live të dikurshme, te gramafoni, radioja, kasetat, CD-t dhe deri tek streamingu modern, muzika ka kaluar një rrugtim të jashtëzakonshëm. Dhe kështu me zhvillimin e teknologjisë, ky evolucion nuk ka përfunduar ende, por përkundrazi ai po bëhet edhe më i shpejtë dhe më i personalizuar. Po, dhe është e vërtetë sepse tashmë dhe un kam vënë re kohët e fundit që po qarkullojnë edhe shumë këngë të bëra me inteligjencën artificiale dhe pothuajse nuk dallohen fare që janë bërë me inteligjencë artificiale, domethënë sepse zëri, toni zëri, teksti, muzika është
tamam, një këngë, por nuk e di, ndoshta nuk më pëlqejnë as pak. mua, po, jam një çik kështu si me të vjetër në këto aspekte. Po besoj se të gjithë kemi këtë në fakt për sa i përket këngëve me inteligjencë artificiale, sepse ti kur je duke dëgjuar e ndjen atë ndjesinë robotike, që nuk është bërë nga një këngëtar i vërtet që po e ndjen vërtet atë që po këndon. Dhe ndoshta mund të duket sikur është për ta bërë industrinë e muzikës më të thjeshtë, por nga ana tjetër unë mendoj se po e dëmton shumë atë. Po, dhe jo vetëm muzikën, por dhe shumë fusha të tjera të artit. Por nga ana tjetër është dhe diçka që sot të gjithë mund të bëhen këngëtar. Me programe të ndryshme, me autotune, sot të gjithë mund që ta alternojnë zërin e tyre në mënyrë që ai të dëgjohet bukur dhe më pas ta quajnë veten këngëtar. Dhe prandaj t'i futemi muzikës dhe unë veti. Dhe prandaj siç po e them edhe më përpara, tani është bërë rrallë që ti të kesh mundësinë që të shkosh në një koncert live, të dëgjosh muzikë live, sepse të gjitha janë me playback. Po, sepse dhe kur shkon Okej, thua do ta shikoj atë këngëtarin dhe të duket sikur ai do t'i këndoj të gjitha këngët live dhe kështu, por jo, ai playback-un e ka atje, mund të këndoj vetëm ndonjë fjalë tek tuk që të duket sikur po këndon dhe kaq ishte dhe koncerti. Po, dhe mundohen që t'i bëjnë njerëzit të besojnë sikur ata po këndojnë vërtet live, por që kjo nuk është se ndodh ndonjëherë, njerëzit nuk e njehen aq lehtë, sepse është vërtet një dallim i madh mes emocionit të kënduarit live në një koncert të madh që ti mund të kesh me mira njerëz aty prezent dhe thjesht me lip syncing, me lëvizjen e buzëve, ti thjesht të jesh me mikrofonin para. Po sepse live të dallohet dhe emocioni, se mund të kesh edhe ndryshime në tonin e zërit, kështu nuk është aq perfekte, si të themi, kënga, se është thjesht një koncert që po e mban këngëtari për qefin e tij, për publikun dhe nuk është domethënë që është në ndonjë kompeticion dhe duhet të jetë dhe eksakt. Për shembull dhe në tonë dhe në ritme. Këto janë ato se çfarë po e bëjnë koncertin më të pëlqyeshëm për njerëzit, sepse jam e sigurt që njerëzit që e duan vërtet një artist, që vërtet e simpatizojnë e pëlqejnë atë artist, në një koncert në ndonjë moment që mund të bëhet ndonjë ngatresë e vogël, ose ka shumë raste kur këngëtarët e zgjedhin vetë që të ndryshojnë ndonjë pjesë të melodisë, ndoshta ta bëjnë më lart. Kjo e pëlqen njerëzve, të cilët zgjedhin që të shkojnë në koncerte për ta ndjerë live atë ndjesinë dhe për të parë live atë person që ndoshta mund ta kenë dhe idhullin e tyre, sesa thjesht për të paguar një shumë të madhe me parash, për të shkuar dhe për të dëgjuar DJ-n në box. Po që normalisht që do evoloj akoma dhe më shumë dhe nuk e dim se çfarë do sjell teknologjia. Presim të bëhen koncerte me AI. Po, si mund të ishte ajo prap shumë gjë e cekët e varfër, besoj. Po, është si puna ti muzeut që kemi thënë ne të dyja që nuk do shkonim. Dhe këtu nuk do shkonim në koncert. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën Personazhe të njohur. Na ndiqni. Pas rubrikës Pak histori, jemi kthyer në studio për të folur për ata persona që fshihen pas shpikjeve të mëdha historike. Jemi këtu në rubrikën Personazhe të njohur dhe sot do të flasim për një nga njerëzit që e kanë formësuar këtë histori. Në botën e teknologjisë moderne ka emra të ndryshëm që ndryshojnë mënyrën se si ne jetojmë dhe mendojmë, komunikojmë dhe punojmë gjithashtu çdo ditë. Dhe një nga këta emra është Sundar Pichai, drejtuesi i një prej kompanive më të fuqishme në botë, Google, dhe më vonë edhe i Alphabet Inc. Por çfarë e bën të veçantë historinë e tij nuk është vetëm suksesi, por dhe rruga e gjatë, pra dhe e vështirë që ai përshkroi për të arritur deri aty. Nga një fëmijë modest në Indi deri në drejtimin e një giganti global, jeta e tij është një shembull i fuqishëm pra i përkushtimit dhe vizionit. Sundar Pichai lindi në vitin 1972 në Madaras, pra një qytet në Indi që sot njihet si Chennai. Ai u rit nga një familje e thjeshtë, pra ku babai i tij ishte inxhinier elektrik dhe nëna punonte si stenografe.
Jeta e tij nuk ishte luksoze. Familja jetonte pranë një apartament të vogël dhe teknologjia nuk ishte pjesë e përditshme e jetës së tyre. Madje për një kohë të gjatë ata nuk kishin as telefon në shtëpi dhe as ndonjë pajisje tjetër shumë të avancuar teknologjike. Madje kur më në fund familja i bleu një telefon, kjo eksperiencë pati një ndikim shumë të madh tek Sundari i vogël. Ai pra u fasionua nga teknologjia dhe zhvilloi një aftësi të jashtëzakonshme, pra dhe mbante mend çdo numër telefoni. Ndërkohë që ne kemi shumë të vështirë që të mbajmë mend edhe numrin ton të telefonit. Megjithëse deri këtë e bëjmë, ka gjë e bëjmë, deri tek toni arrim, andej pastaj Kjo kuriozitet dhe lidhje e hershme që kishte Sundari me teknologjinë do të bëjë baza e rrugëtimit të tij më vonë në të ardhmen. Ai ishte një nxënës shumë i talentuar dhe i përkushtuar dhe arriti që të fitojë një vend në një nga universitetet më prestigjioze të Indisë, në Indian Institute of Technology, ku ai studioi inxhinieri metalurgjike. Pra nga një inxhinier tek sot një lider i Google. I kompanisë më të përdorur. Po. Performanca e tij e shkëlqyer i hapi dyert për të vazhduar studimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Stanford University. Kjo ishte një moment vendimtar në jetën e tij sepse e vendosi atë në zemër të inovacionit teknologjik global. Por më pas, ai ndoqi edhe studime në University of Pennsylvania në shkollën prestigjioze Wharton, ku fiton njohuri të thella në biznes dhe në menaxhim. Kjo përzierje e inxhinierisë dhe biznesit do të rezultonte shumë e rëndësishme në fakt më tej në karrierën e tij. Dhe shumë universitete pas ka bërë, sepse ka bërë universitete që kanë qenë pothuajse pak të ndryshme nga njëra tjetra, se njëherë biznes, marketing, pastaj këtej teknologji, inxhinieri metalurgjike me teknologjinë shumë e ngatruar. Por përpara se të bëhej pjesë e botës teknologjike në nivel të lartë, Sundar Pichai punoi në kompani të ndryshme, përfshirë McKinsey & Company, ku fitoi një eksperiencë në konsulencë dhe strategji biznesi. Megjithatë, momenti më i rëndësishëm në karrierën e tij erdhi në vitin 2004, kur ai u bashkua në Google. Në atë kohë, Google ishte një kompani në rritje, por ende nuk kishte arritur pra dominimin global që Google ka sot. Por në fillimet e tij në Google, në fakt, Pichai punoi në produkte të ndryshme si për shembull Google Toolbar. Edhe pse ky nuk ishte një projekt shumë i njohur, ai i dha mundësinë që të kuptonte më mirë përdoruesit dhe mënyrën se si ata vetë vepronin me internetin. Më vonë ai luajti një rol kyç në krijimin e Google Chrome. Në atë kohë ideja që Google të ndërtonte një shfletues të vetin nuk ishte e qartë për të gjithë, por Pichai besonte se një shfletues i shpejt, i sigurt dhe i thjeshtë do të ishte thelbësor për të ardhmen e internetit. Chrome u lançua dhe shumë shpejt u bë një nga shfletuesit më të përdorur në botë, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit përdorin internetin. Ky sukses e vendosi pra Pichai në qendër të vëmendjes në kompani. Dhe me kalimin e kohës, ai mori përgjegjësinë për produkte shumë të rëndësishme si Android, Gmail dhe Google Maps. Këto produkte pra përdoren çdo ditë nga miliarda njerëz në mbar botën. Dhe ne të gjithë besoj që i përdorim qoftë edhe Google-in dhe Google Maps-in, nëse jemi për shembull dhe në udhëtime jashtë vendit, dhe brenda Korçës në disa raste. Në disa raste po dhe brenda qytetit tonë kemi përdorur. Por dhe Gmail-in që na duhet, por ne dhe Google-in e përdorim shumë shpejt sepse për një gjë më të vogël, nuk e di. Për çdo faqe në internet që ne duam të hapim, ne kalojmë në fillim në Google, në atë motor kërkimi. Dhe në vitin 2015, Sundar Pichai u emërua pra CEO i Google, një nga pozicionet më të rëndësishme në industrinë e teknologjisë. Ndryshe në fakt nga disa lider të tjerë të teknologjisë, si për shembull Elon Musk, Steve Jobs, Sundar Pichai njihet për një stil të qetë dhe më të balancuar leadershipi. Ai ishte i fokusuar në bashkëpunim, kujdeset shumë që të dëgjojë ekipin e tij dhe të marrë vendime të menduara mirë. Dhe ky stil e ka ndihmuar që të drejtojë një kompani kaq të madhe në një mënyrë kaq të qëndrueshme dhe efektive në të njëjtën kohë.
Ai gjithashtu vendos tekst të madh tek përdoruesi, duke u siguruar që produktet e Google jenë të dobishme, të aksesueshme dhe të thjeshta për të përdorur. Dhe me këtë vërtet ja ka dalë në ban, sepse Google është vërtet një platformë, një motor kërkimi shumë i thjeshtë për të përdorur. Shumë i thjeshtë, shumë i kuptueshëm, besoj nga të gjithë. Dhe është bërë pjesë e pandashme tashmë. Po. Kështu që nuk e di, unë edhe do ta doja ndoshta një lider si Sundari. Imagjinoj një lider që të dëgjon idetë e tua. Por që jo se liderët e tjerë nuk janë të mirë, po ka dhe nga ata lidera që janë pak si më në stoik në mendimet e tyre dhe nuk i ndryshojnë. Kontributi i Sundar.ai në teknologji është i madh dhe i shumanshëm. Pra, së pari, përmes zhvillimit të Chrome, ai ndihmoi në përmirësimin e përdoruesve të internetit, duke bërë atë më të shpejtë dhe më të sigurt që ne e përmendëm që thjesht e hap me një klik dhe të dalin shumë shpejt gjërat që ti po kërkon. Së dyti, me Android, ai ka ndikuar drejt për drejt në revolucionin e smartphone-ve. Pra dhe sot miliarda njerëz përdorin pajisje Android si sistemin e tyre operativ, që është Android dhe iOS. Këto të dyja janë që njihen si më të fuqishme dhe që i kanë mbijetuar dhe ndryshimeve dhe zhvillimeve të kohës. Së treti, në drejtimin e tij, Google ka investuar shumë në inteligjencën artificiale, duke zhvilluar teknologji që po ndryshon mënyrën se si ne ndërveprojmë me pajisjet e informacionin. Dhe për më tepër, ai ka qenë një mbështetës i fortë i përhapjes së teknologjisë në vendet në zhvillim, duke punuar pra për ta bërë internetin më të aksesueshëm për të gjithë. Dhe ndoshta deri diku dhe e kuptoi këtë që do ta bëjë internetin më të aksesueshëm, sepse duke qenë se ai vjen nga India dhe India në teknologji ndoshta nuk është vend aq i zhvilluar sa gjithë të tjerët dhe më vjen shumë mirë që domethënë përpiqet që ta ashtrinë në të gjithë botën. Ndikimi në fakt i Sundar.ai nuk kufizohet vetëm në Google. Produktet dhe shërbimet që ai ka zhvilluar kanë ndihmuar që kanë dhënë ndihmën e tij për të përdorur nga miliarda njerëz çdo ditë. Nga kërkimet në internet, tek komunikimi me email, tek navigimi me harta dhe përdorimi i telefonave inteligjent, puna e tij ka ndikuar drejt për drejt në jetën e përditshme të njerëzve në të gjithë botën. Ai është një nga figurat kryesore që po e formësojnë sot të ardhmen digjitale. Dhe vërtet është që ka formësuar dhe ka ndikuar shumë. Historia e Sundar.ai është një histori frymëzuese që tregon se suksesi pra nuk varet vetëm nga rrethanat ku lind, por dhe nga përkushtimi, puna e palodhur dhe vizioni për të ardhmen. Nga një djalë që u rit në kushte modeste në Indi, ai u bë drejtuesi i një kompanie më të madhe në botë. Sot, ai vazhdon të udhëheqë inovacionin dhe të ndikojë në mënyrën se si teknologjia zhvillohet dhe përdoret në nivel global. Dhe të gjithë e kemi thënë prap, vazhdojmë atë shprehje që nga një ide e vogël dhe pavarësisht kushteve që ke, mund të lindë diçka shumë e madhe. Dhe pikërisht është momenti të kalojmë tek rubrika kuriozitete teknologjike, pra tek ajo ana humoristike e teknologjisë, dhe pikërisht për ju sot do të sjellim 10 fakte interesante për televizionin. A e dihet Ivasiana që televizori i parë ishte Bardezin. Në fakt ne besoj se e dim. Të gjithë e njohim nga eksperjenca. Duke qenë edhe nga fotot që më përpara ka qenë Bardezi dhe fotot nuk kanë qenë me ngjyra. Televizionet e para nuk kishin ngjyra dhe imazhet ishin tepër të paqarta, shpesh me shumë zhurmë vizuale. Në atë kohë, vetë ideja që të mund të shije pamje në shtëpi dukej si një magji. Vetëm më vonë, rreth viteve 1950, filluan transmetimet me ngjyra, duke shtuar kështu dhe duke ndryshuar plotësisht përvojën e shikuesit. Dhe madje ne shpesh kemi parë dhe shumë foto të ndryshme të asaj periudhe që e gjithë familja, nga që televizori ishte diçka që nuk e kishin të gjithë në shtëpi dhe ishte një revolucion i madh për kohës, mblidheshin që të gjithë dhe shikonin, domethënë ishte si një moment special për ata. Dhe gjithashtu kemi parë edhe pafund meme të tipit që duke qenë se ato foto dhe ato filma televizione ishin Bardezi, njerëzit nuk e konceptojnë dot se në atë kohë kishte vërtet ngjyra dhe në jetë reale. Të gjithë mendojnë se jeta ishte Bardezi. Jeta ishte Bardezi, po, është e vërtet. Televizionet e para ishin mekanike.
Para televizorëve elektronik që njohim sot, ekzistonin modele mekanike që përdorin ndisje rrotulluese për të krijuar figurën. Këto pajisje ishin shumë të kufizuara me revolucion shumë të ulët dhe shpesh me pamje të paqëndrueshme, por ishin hapi i parë pra drejt televizionit modern që kemi sot, që është dhe shumë më i zhvilluar se çka qenë në kohët më përpara. Ne shpesh në fakt e përdorim fjalën televizion, por çfarë kuptimi ka vërtet kjo fjalë? Fjala televizion vjen nga greqishtja tele, që do të thotë larg, dhe nga latinishtja vizion, që do të thotë shikim. Pra në thelb televizori është një pajisje që të lejon që të shohësh ngjarje që ndodhin larg teje në kohë reale. Po, dhe është në fakt një emër shumë me kuptim. Po, për sa i përket dhe funksionit të televizorit. Transmetimet e para publike televizive filluan në vitin 1930 në vendet si Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë shumë pak njerëz kishin televizor dhe kështu që këto transmetime ishin shumë një eksperiment teknologjik sesa një industri e madhe siç është sot, dhe madje sot kanë vënë në re që dhe televizori nuk shikohet më. Aq shumë sa shikohej, i ka humbur pak. Sidomos nga moshat e reja nuk shikohet. Nga moshat e reja pothuajse fare, sepse tashmë kanë telefona, kompjutera, laptop, që mund ta zgjedhësh ka shumë bërë shpejt atë se çfarë ti do të shikosh në atë moment. Po dhe shumë programe që janë televizive jepen dhe live në YouTube dhe ti nuk ke nevojë që kudo të jesh, mund ta hapësh në telefon dhe mund ta shohësh. Televizori me ngjyra në fakt konsiderohej luks. Kur prezantuan televizorët me ngjyra, ata ishin shumë të shtrenjtë dhe konsideroheshin luks. Shumë familje vazhdonin që të përdornin televizorët bartezi për vite të tëra, derisa teknologjia u bë pak më e përballueshme për një publik më të gjerë. Po, dhe në fakt është e vërtetë, sepse gjithmonë dhe nëse tani del një pajisje që është me shtrenjtë të tjera, prap do jetë e vështirë për ta blerë për ne. Do me thënë, sa më të përhapura të jenë, aq më pak është kostoja. Po. Fillimet e lojrave në televizor. Shumë përpara konsolave modern, televizorët u përdorën për lojra shumë të thjeshta elektronike. Këto lojra ishin primitive, por ato hapën rrugën për industrinë gjigande të videolojrave që njohin sot, Tetris. Në fillim, në fakt, telekomandat nuk ekzistonin. Në fillim të epokës së televizionit, njerëzit duhej që të ngriheshin fizikisht për të ndruar kanalet ose për të rregulluar volumin. Telekomanda u shpik më vonë dhe ndryshoi plotësisht mënyrën se si njeriu e përdorte televizionin. Po, dhe në fakt e imagjinon që çdo një minutë duhet të rish dhe të shtypësh ato butona që ka televizori atje. Ne vetëm ndonjëherë që na duhej për ndonjë rast kur nuk gjenim pultin dhe donim ta fiknim dhe përtonim të çohen. Por në fakt ideja është që në atë kohë nuk kishte aq shumë programacione sa çka tani për të zgjedhur, kështu që shikonin çfarë jepin ato që jepin. Fuqia e madhe e reklamave televizive. Televizioni u bë shumë shpejt pra mjeti më i fuqishëm për reklama. Kompanitë kuptuan se mund të arrijnë miliona njerëz njëkohësisht duke ndikuar në mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe blejnë produkte dhe sot madje edhe reklamat janë ende një pjesë shumë e rëndësishme e televizionit. Dhe mos të them që ndoshta përdoren më shumë televizione tashmë për reklam, se sa për programe apo me rubrika të ndryshme. Një prej aftësive në fakt që ka televizioni është se ai ka fuqinë që ta bashkojë të gjithë botën në një moment të vetëm. Ngjarje për shembull si finalet e Kupës së Botës së Botrorit apo ceremonitë e mëdha, diqen nga qindra mijëra apo miliona njerëz në të gjithë botën në të njëjtën kohë. Nuk e di nëse e ke vënë ndonjëherë re, po natën e vitit të ri, televizori është gjithmonë diku që tregon fishek zjarrit nga gjithë bota. Po, që në mëngjes, që nga ora 12 kur Arina dej nga nga Australia dhe derisa përfundon këtej nga Amerika, kemi që gjithkohës. Po, ne që jemi në të njëjtën hapësirë kohore. Po. Do me thënë ke disa pamje të dalin atje Greqi. Greqia është një orë më vonë. Po dalin këto Anglia, këto të gjitha me radhë dhe thua nuk e di ndjesh sikur je dhe atje.
E ardhmja e televizionit është digjitale. Sot televizioni tradicional po zvendësohet gjithnjë më shumë nga platformat online si Netflix dhe YouTube. Njerëzit nuk presin pra më programin sipas orarit, por zgjidhin vetë çfarë dhe kur duan të shikojnë, pra është ajo që ne tham. Po. Që të gjithë me vetëm me një klik hapim YouTube-in. Kanë mundësinë të shohin çfarë të duan, kur të duan. Madje dhe televizionet tashmë kanë dhe aplikacionet e tyre që shfaqin programacionin e tyre dhe kështu që çdo gjë është bërë më e thjeshtë. Të gjitha televizoret e reja janë bërë të lidhura me internetin, që ti mund të kesh dhe programet e tua, mund të luash dhe lojra atje. Mund të shikosh dhe filma, mund të bësh çdo gjë, është një lloj si të kesh një telefon, ashtu është bërë dhe televizori tashmë. Dhe ja ku erdhëm në fund, shpresojmë që të jeni kënaqur në këtë episod me ne, pasi kemi folur për rubrika të ndryshme, si lajmet e javës, personazhe të njohur, pak histori dhe këto kuriozitetet me të cilat e mbyllëm, si dhe pa haruar të ftuarit tanë special. Ju falenderojmë shumë që ishit sot me ne dhe në këtë episod të emisionit Zona Tech dhe deri në episodin e radhës, bashkë mirë takofshim.